Në qoftë se nuk has në objekt që i përgjigjet, atëherë ai do të hiq dorë nga kjo me lejen Allahu të Madhëruar. Është me një pyetje tjetër, pyet Arbri, thot deri në çfarë mase lejohet komunikimi me gjinin e kundërt në rast se rinë me ta në ndonjë rast pune, shoqëri pa epshe dhe shikimi në fytyrën e femrës gjatë bisedimit. Raportet me dy gjinive i ka rregulluar në mënyrë të mrekullueshme krijuesi i dy gjinive, Allahu Azza wa Jall. Dhe ai na njeh neve më së miri. Këtë njeriu tenton dhe përpiqet që të arsyeton vetën e tij, dhe këtë njeriu tenton dhe përpiqet që ta përmend se unë nuk ndikohem, unë nuk joshem e kështu me radhë, mirë po Allahu xhallahu ala thotë të kundërt. Prandaj, se për këtë shikimit Allahu xhallahu ala thotë thuaj besimtarëve ti ulin shikimet e tyre. Andaj në këtë zjetarët thonë se shikon për aq sa e definon. Për shembull, jemi duke rrugës dhe nuk po e din objektin që po vjen çka është. Në momentin kur definohet se është femër, ulet shikimi. Për aq lejohet me shiku. Ky është shikimi i parë që thon dietarët. Dhe ky është ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aliut radhiyallahu anhu në hadithin që edhe pse ka mospatim me zjetare, por disa dietarë kanë pranuar se të vërtetë që shikimi i parë është i joti, ndërsa i dytë është në kundërtën tënde. Prandaj edhe në punë kur jemi, maksimisht mundohemi që mos ta zgjatim fokusimin e shikimit tonë në fytyrë për kohë të gjatë. Nga se kjo në fillim ka mundësi tjetë për punë, por ka mundësi që në moment caktuar të tregë vëret ndonjë bukurinë, ndonjë pamje caktuar dhe pastaj të mbeten sy të shtangura në shikim dhe pastaj të reflektojnë me ndikim të keq në zemrën tonë. Andaj për shembull, shikon nganjëherë, ul shikim nganjëherë, merr diçka, as duke e injoruar tërësisht, por as duke e shikuar tërësisht. Një mesatare që ruan veten tënde. Kjo vlen edhe për moshën edhe për femrën. Kjo është për këtë shikimit. Nëse edhe maksimalisht me kon shikimi ulur, maksimalisht. Këtë shikimi i ulur apo i drejtuar diku tjetër. Përveç se situata caktuara, për shembull që janë sa për vetëm shikimi i parë dhe pastaj përsëri i kthehemi ndonjë shikimi diku tjetër. Ndërsa për këtë komunikimit tjetë në raste të nevojshme. Por jo në kuptim të muhabeteve të panevojshme. Nuk kemi nevojë të komunikojmë me gjinin tjetër, për shembull sikur se ndodh në përpuna, gruaja, për shembull, flet me burrin e huaj disa raste për burrin e saj. Qysh nuk është i kujdesshëm, qysh nuk është kështu atë, do sa i tjetri e llaston. Thotë valla shumë keq, duhet burri gruan me këtu, këtu automatikisht elektrizohet situata. Pse? Se kemi një grua të varfër opton me dashuri, që burri sa nuk ja ka kushtuar dashurinë mjaftueshme dhe kemi një ujk apo si pa e keq përdor mungesën e bariut dhe po mundohet që me ushqy këtë viktimë e dashuri falso. Dhe shumicën e rasteve tradhit bashkëtorë ndodhen pikërisht në këtë situatë. Apo kur dikush nuk ka përzi për një grua. Dhe letë është mi ofru dikuj dashuri për gjysmë minuti, për 5 minuta. Letë është me mbush me emocione, shumë letë është, për ta keq përdor pastaj më vonë. Por një të bashkëtorë që është jetë gjatë, ka sfida, ka probleme, ka ngarkesa, ka obligime, ndodhin të ketë probleme, është e pamundshme. Andaj në këtë situatë kemi padyshim një situatë shumë kritike dhe të ndaluar, nuk është e lejuar absolutisht. Apo një vajzë të ankohet për shembull një mashtre të huaj që s'është për të i afërt, as nuk është burri i saj, as i fejuar i saj, as i afërm i saj, të ankohet për shembull për ndonjë shoqe të saj, ose të ankohet për shembull për ndonjë mohabete që janë thjesht vetëm mohabete, nuk për ndonjë dobi. Janë të ndaluara. E tash mos bëj shembull të shumt, po këto mjaftojnë. Mjaftohet që për shembull nëse je në shkollë i thua, për shembull kur është koha provimit, fillon librin e ke siguru ku mund ta gjej këtë libër, do nevoja që ke nevojë me komuniku, po komuniko, kërkoj nevojën tënde, por gjithmonë këtë tjetë e mvesh me petkun e moralit, e nderit, e sjelljes, e kujdesit maksimale. E pastaj sa do të jetë personi i tillë, kjo është mesimi i Allahut. Mirpo po vendosi rregullat e përgjithshme që duhet të jemi të kujdesshëm. Duhet jemi të kujdesshëm nga se fatkeqësisht sa herë ka ndodhur një fjalë e pakujdesshme ka shpirt atje ku është më e keqja. Një shikim i pakujdesshëm ka shpirt atje ku është më e keqja. Prandaj Islami ka preventivat e tij shumë të përsosura, shumë të sigurta, apo shumë precize në ruajtjen e nderit të dy gjinive. Prandaj Allahu vetë thot në Kur'an: "Wala taqrabu zina." Mos ju afroni immoralitetit. Nuk thot mos bëni, po mos ju afroni, nga se vetë fakti që i afrohesh të shpihet tek ajo që është më e keqja. Andaj Zoti na ruaj, është pak e problematike në kohën tonë, do të thosim rregulla, është shumë problematike, mirë po thot Allahu i manduar: "Wattaqullaha
Më së tatë. Keni frikë Allahun sot keni mundësi.